është sikur me prit me hinë punë pa apliku. Nëse tash në kohën e juaj ndodh edhe kjo. Jo, lutem jeton, fal. Nuk një qeverisje lokale dhe qendrore. Mos ndërhyj sepse nuk është kush bërtet ma shumë, se mu jemi bërtit edhe... Unë po flas me argumente. A kemi qenë në sanksione? Tani, na nuk jena në fushat zgjedhore, na tre tha jeta në fillim. Po shpresoj që... Jo, lutem jeton, fal. Nuk jam në fushat... Jo, nuk jam në fushat zgjedhore. Procesi integrimit evropian nuk nje fushat zgjedhore nëni, nuk nje pozit dhe opozit, nuk nje qeverisje lokale dhe qendrore, nuk nje parlament dhe ekzekutiv, është mekanizëm dhe është proces i cili e involvon gjithë aparaturën e shtetit të madh dhe të vogël, sepse kemi një qëllim. Dhe sa herë që flas për integrimin evropian, flas për gjendjen faktike në të cilin jemi dhe flas me dëshirën dhe vullnetin për ta pa shtetin që do të avansoj më tutje e di rëndësinë që e ka. Cili prej argumenteve të Mimozës nuk janë vërteta? Asnjë prej tyre. Mos ndërhyj sepse nuk është kush bërtet ma shumë, se mu jemi bërtit edhe... Unë po flas me argumente, në gjithë ka fola me argumente. Që tregoj që qëndron asnjëna prej tyne tash. Të gjitha që i tash janë argumente, sepse ne kemi qenë në sanksione, apo? A kemi qenë në sanksione? A kemi qenë në situatën gati me humb edhe fondin për zhvillim? Unë po flas me argumente dhe leje komponentën dhe leje narrativën e zgjedhjeve dhe nuk jam në zgjedhje. Pse e për ngut, se s'më lë me fol? Jo. E për ngut? Hajde një mision një në një edhe fol vesti. Jo, mos thuj që nuk janë të vërteta sepse janë në debat. Hajde, të ndëgjojmë Jeton? E qet jam. Koha e jote Jeton, vetëm pak të ndëgjojmë. E para o gabim, sepse Sali Berisha ka qenë kryeministri i Shqipërisë, e ka dërguar në Prag, në njëjtin vend ku e ka dërguar kryeministri Kurti aplikimin. A e ki gabim këto? Jo, nuk e kom gabim as pak. Asnjëherë aplikimi për antarësim. Aplikimi për antarësim shkon në Bruksel, nuk ka nevojë të shtetit tjerë anëtare. Jo, gabim e keni ju. Po të kursej ma shumë s'po flas. Në të vërtetë, kush sa ka qenë gabim po shihen gjërat. Mimoza, tash veç dëgjoj, sepse unë po shpresoj që ta kemi një debat të argumente të qetë. Sakt. Sepse agenda meriton një debat të tillë. Absolutisht. Shqipëria ka aplikuar në kohën e presidencës çeke, po ashtu në Prag, kontrolloje. Presidenca nuk është një organ jo zyrtar, është presidencë zyrtare që funksionon trio e din shumë mirë. Asnjë mangësi procedurale aplikacioni jonë nuk e ka, është aplikim historik. Një shtet aplikon vetëm një herë, edhe ne kemi apliku. Guximi për të apliku ka ekzistu, vizioni ka ekzistu, edhe tash po flasim kur kemi marrë statusin kandidat, të cilin ju nuk i keni bërë se s'keni apliku. Është sikur me prit me hinë punë pa apliku. Nëse tash në kohën e juaj ndodh edhe kjo, po nuk duhet me mujt me pas pritje për statusin kandidat kur nuk i ke bërë aplikimin. Që po thoni ju vizioni. Ne kemi apliku.